Selam aleikum hoxh. Cili është mendimi më i saktë për lëshimin e mjekrës? Allah të rujtë, aleikum selam. Amin, Allah në rujtë gjithve. Dispozitat e fesë kanë rregullore të caktuara, të cilat mbështeten në argumentin nga Kurani edhe Suneti. Të gjithë dietarët janë pajtimit bile nuk ka kundërshtim mes tyre se mjekra sillet mes asaj farz dhe vajib. Por asnjëri nuk thotë që është thjesht vetëm sunet. Domethënë sunet është nëse e bën ki sevap, nëse nuk e bën nuk ki gjuna. Na themi është vajib, mas paku, domethënë që nëse e lën ki gjuna, nëse nuk e kryen këtë detyrim. Kjo është domethënë tash pa hyrë pse që është tek, por mjekra është pjesë sunetit apo pjesë obligimeve fetare për çdo besimtar mashkull. Ruajtja e saj është mëkat. Pastaj te mesela e shkurtimit kemi analiza të dietarëve që mund t'i diskutojmë, po ne nuk do më hyj vetëm me qëllim që mos më kriju shumë përçamje dhe fitne, por na themi e rëndësishme është me lëshu mjekrën. Edhe me udit më upan nga njerëzit se po vjen njoni. Kush është ai? Po vjen një burr me mjekër. Momentin që njerëzit të shohin edhe të perceptojnë prej larg që je me mjekër, parimisht ke dal prej haramit. E pastaj a ke plotsu sunetin, a melon pak ma gjatë, a ma shkurt, mund ta diskutojmë këta. Ndoshta do të kisha treg vrejtjen edhe pak do të kisha këshillu vëllezërit, inshallah me sinqeritetin më të madh, lutë Allahun që të mbajt sinqert, të cilët ulemat kanë përmend se ka herë dalja prej asaj mundësive normale të një mjekre, kanë thonë me pas kujdes pak me e rregullu. Do të kisha këshillu sidomos në vendet tona ose në vendet ku jemi duke jetuar. Ndoshta ndonjë vend nuk është shumë problem, por te na do të kisha këshillu që pak me pas kujdes në këtë pikë. Pra nuk du që dikush të më paragjykoj edhe të komentoj ose Allahu i din jetët e njerëzve, por baza është domosdoshmë që nuk do të më urru. E pastaj mund me fol, me diskutu, qëllimisht e përmenda këtë opsionin më të fundit që keni kujdes edhe nga ato kur janë të stërzmadhuara, nuk këshilloj me i majt ashtu tash. S'du me diskutu deri ku e qysh e tek, po ka raste kur vërtet është domethënë jashtë kontrollit mjekra, kujdes me ta.